për këtë politikë të premtuar? Po, pashtë e programi LDK-s që ishtë premtu një budget për 1 miliard euro për 4 vite. Nuk e di cilat kanë qenë matit ose analizat, me gjitha të pat një numër konkret, krahasu me planet programore tjera, të cilat premtojmë si interditor, por nuk ka shumë numra, ose pëthuj se fare numra. Jo veç në këtë pikë, po parë që kërko nuk ishë elementet matshme. Mësimi interditor konsideroj që është një prej reformave kruciale për arsimin në Kosovë. A është kjo që ka fillu edhe ma herët, edhe tash në Prishtinë zgjidhja ose qasja e duhur, konsideroj që është nisje e mirë, po a ka rreziqe dhe mangësitë e cilat po qarkullojnë edhe po i dëgjojmë mes mësimdhënësve, po edhe në nivel të ekspertëve, natyrisht se ato janë evidente. Një prej problemeve parësore është mungesa harmonisë, sepse është një reformë që besoj të duhet me qenë një proces i përbashkët me nivelin qendror, ka një mungesë bashkëpunimit theksueshëm në këtë pikë, dhe realisht as edhe çfarë konkretisht se the po dëgjojmë nga mësimdhënësit, ka pak kënaqësi mes mësimdhënësve me aty ku po aplikohet në Prishtinë, natyrisht tjerat komuna nuk di këtë filluar. Po. Nuk mundem me folë përsa i përket aspektit se nuk kena bona i matje konkrete për me pa realisht që është situata në teren. Ka një iniciativë për Institutit Pedagogjik të Kosovës me ftesën e vetë komunës, nuk e di se ku është procesi, edhe është ndalë procesi. Arsyet, nështë ta i din profesori Rejgjaj kër e merë fjallë, nuk i di pra të dhanat, me gjitha të nuk ka një matje konkrete, por qarkullojnë dhanat të cilat edhe kështu dhana kryesisht gojore, komunikime mes komunitetit, shkollës, mësimdhënëse prindërit që ka pak kënaqësi të ndryshme. Disa prej tyre ka të bëjë me kuzhinën qendrore, mësimdhënësit thonë që shpeshherë jemi shndru si kopsht, kryesisht kemi probleme dhe shpenzojmë shumë kohë derisa fëmijët ushqehen, edhe pse nuk ka qenë fillimisht detyre mësimdhënësve, jemi të folë për nivelin 5 të mësuesave dhe mësuesave. U asistojnë fëmijëve të ushqehen? Po, natyrisht, jemi të folë, kemi fëmijë, jemi të folë edhe për klasën e parë, ata janë ende 6 vjeçar, edhe nështë kërkesat janë të ndryshme, klasa i ka në Prishtinë, sidomos ka numër të madh të nxënësve. Këtu janë disa probleme që kanë shkaktu pak kënaqësi. Mandej, ambienti, infrastruktura nuk i plotëson kushtet në nivel të kënaqshëm, karriket i dimi çfarë i kemë, edhe nuk ka një plan program ose edhe në nivel të kurikulës, mendoj që do duhet kjo me reflektuar në aspektin e kurikulës, nuk ka një plan të mirë menduar se qysh me u majt fëmija 8 orë në shkollë, edhe pse as 8 orë nuk mbahet, edhe ky është problem. Unë e di që nxënësit e përfundojnë mësimin në rreth orës 2:30. Dhe ka ankesa të prindve kryesisht që u bie në mesin e orarit të punës, tu lirohen fëmijët nga shkolla dhe pastaj... Kjo është një prej ankesave parësore të prindërve, se as nuk është që për atë orë e marrin iniciativë me çu fëmijën në qendrim ditor, po edhe kanë brengën se ku me qëndru fëmija për një orë e gjysmë derisa të përfundojnë mësimin. Këtu janë disa probleme të cilat mendoj që duhet me reflektu në mënyrë urgjente. Si pilot projekt që filloi në Prishtinë nuk ka qenë ideuar mirë, i analizuar mirë? Po, kom mendu që ka qenë një plan goxha mirë i mendum. Edhe të paktën për këtu 5 shkollat që kanë fillu në fazën e parë, që një vit tash, një vit e gjysmë, po i bëjnë që kanë fillu mësimin interditor, kam mendu që këto shkolla janë të mirë të akomodume. Gjithsesi ka disa shqetësime që i kam dëgju, natyrisht edhe unë brengosem për shkak se konsideroj që dështimi i mësimit interditor është kthim mrapa jashtëzakonshëm për arsimin në Kosovë. Prandaj edhe kam bërë edhe thirrje edhe publike, po edhe me komunitetin që le t'i bashkojnë forcat, për shembull sektori jo qeveritar, organizatat e shoqërisë civile, kanë vullnetin edhe kanë kapacitetet me ofru aktivitete jashtëkurrikulare në pjesën e dytë mësimit. Ka organizata të specializuar në fusha të ndryshme, që munden me procesu mësimin përmes lojrave, me zhvillu shkallësitë e leximit, për shembull, dhe teja është specializuar në këtë aspekt, është një prej problemeve kryesore në testin PISA. Ka mënyra të ndryshme që mundet me u gjetë bashkëpunimi, por unë nuk shoh që ka një interesim për me punu në këtë drejtim. Është kryesisht u mbajt në kapacitetet e mësimdhënësve, ata nuk paguhen në mënyrën e duhur, kanë obligime tjera, shpeshherë mësimdhënësit klasohen besin duke i prit derisa të vinë mësimdhënësit e nivelit të mesëm të ulët për me vazhdu procesin mësimor për shkak të komunikacionit dhe problemeve të ndryshme. Është shumë e rëndësishme, është shumë e dëmshme me dështu ky proces. Është shumë e rëndësishme
me u mirëmbajt edhe me u zhvillu tutje. Si mund përmendë dështimi kur po e premtojnë, e parashikojnë? është bë trend. Unë mendoj që më shumë është bë trend. Nuk ka kapacitete. Sidomos komunat e tjera, sa dhe që mundet me pas përparësi numrin ma të vogël të nxënësve, është problem kuzhina qendrore, ushqimi është esencial. Komunat e tjera nuk e kanë kuzhinën qendrore. Do me thonë, unë konsideroj që nuk është premtim real. Edhe të paktën e kemi pa edhe këtu vite, pavarësisht që është përfolë që po e marrin modelin edhe komuna tjera, të paktën komuna tjera të LDK-s me fillumësim interditor, nuk ka pas iniciativë, se nuk ka kapacitet. Zoti Meri, na thuaj... Në aspektin e arsimtarve, ne si zbashke kemi përkra, për kak se para se me fillu, kemi pas një diskutim me drejtoreshën e arsimit atërë, që ka qenë me drejtoreshë edhe, mësimdhënësit nuk kanë angazhim shtes për mësimin tërditor. Në këtë pjesën shtes e mojnë mësimdhënësit tjera. Ose të njëtë mësimdhënësit nëse e mojnë paguën për ato orët shtes, dhe me honë nuk kanë angazhim të tepërt. Në aspektin e dytë, kur nëse ka ankesat prindve, praktika ka zënë ndryshe se në ato shkolla ku ka fillu mësimi të ditor ka pas vrullut të kërkesave të nxënësve me shku edhe nga lagjet tjera të ato shkolla. Në të gjithë ata që paguajnë, prindit që paguajnë me qunë shkolla private, ata kanë mësimin të ditor. Edhe i paguajnë ka 5.000, 3.000, 5.000, do 7.000 euro për me najtë mësimin të rritor. Edhe është një prej arsyeve qyshe bojnë shtetet tjera evropiane, pse kanë përdur mësimin të rritor, çështja kryesisht është sociale, se ka nxënës të migrant të ndryshëm edhe prindit e tyne do shta dhe se din gjuhën, për shembull nëse marrëm Gjermaninë, gjermanishten, e kanë bo ma shumë mësimin të rritor, pa këto aktivitetet mas mësimit rregullt e zhvillojnë krejtësisht aktivitetet sportive dhe ndryshma rol në herë që bojnë në aktivitet se unë e mendoj nëse mësimin të rritor përsëri zhvillohet matematika, është ngarkesë tepër se ata kanë parapoqin mrena javës duhet me kon 4 orë matematikës, duhet me pas mësimdhënësit, nëse keni diskutuar, a kanë paraqitur ose a kanë vrejtur ndonjë rezultat pozitiv të mësimit gjithditor në këto shkolla. A kanë parë që fëmijët po mësojnë pak më shumë, janë të interesuar në ato orë, çfarë bëhet në ato orë të shtesë? Apo është qëndrim ditor, zoti Meri? Kjo ma shumë... A u intereson mësimdhënësve me një fjalë se çfarë po bëjnë fëmijët Kjo tutje? ma shumë është që duhet me interesua atyne që i marrin vendimet me marrë mësimin të ditor, a ka efekte pozitive. Mësimdhënësi e kryen detyrën, sikur çdo punëtor tjetër. Dhe nuk i intereson fare kur del nga aty? Jo, intereson, po nuk është vendimars. Ata të ditën të thojnë që nuk ka efekte, ajo vazhdon. Ose të ditën thotë është efekte, me do është ndalë. Ne kena pos një pilot projekt në vitin 2015, kur ka qenë Shpenda Ahmeti, kryetar komunën Prishtinë, po ai pilot projekt u bo veç një vit se vazhdun mo, se e vlerësu që nuk ka efekte dhe e ndërpren në vitin 2015. Edhe shtimja, nëse s'ka bëjnë vitin 2013, e ka pilotuar një herë, një vit këtë mësimin tërditor, e kam vlerësuar që s'ka. Po thëmë përsëri, mësimdhënësit e kryjnë punën e vetë. Nëse dojnë mësimdhënësit janë të lirë, në qofë se dojnë me marë punë shtesë, e marrin orarin gjatën të mësimit të ditor. Për ndryshe i kryjnë orët e veta dhe shkojnë shpinë nëse s'dojnë ma angazhim të tepër. Profesor Exhaj,